Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Është xheloz personi juaj zemrës për ty akoma? Edhe mbas gjërave që kanë kaluar, problemeve që keni pasur me pjesën e xhelozisë, është akoma xheloz personi juaj i zemrës? E këtë do ta zbulojmë me anë të letrave tarot. Është xheloz personi juaj i zemrës? Personi juaj i zemrës është pak xheloz. Por ju nuk duhet të jeni e dyzuar që ai është xheloz për ju. Biles të jeni e lumturuar që personi juaj i zemrës është xheloz. Sepse në çdo moment ai do të ketë kontakt me ju, t'ju sjell mesazhe dashurien që të pastër, t'ju sjell fjalë të ngrohta, fjalë të sinqerta. Një lajm i shpejt vjen drejt jush për të sjell këtë lajm të gëzueshëm. Sepse tek ty ky person shikon princeshën e monedës. Një femër të realizuar, një femër të mrekullueshme. Prandaj është xheloz për ju. Është një person që ka fuqinë dhe komandë. Do të komandojë në këtë histori dashurie. Të ketë ai forcën dhe komandën për të komanduar. Dhe kjo ty nuk të pëlqen. Prandaj ndonjëherë keni dhe probleme, keni debate, uljen ngritje si në çdo lidhje. Është një person si ky mbreti i shkopinëve që ka pak fjalë, nuk e shpreh dhe shpeshherë nga që nuk e shpreh lëndohet. Lëndohet tek njerëzit që ai mendon se janë mirënjohës, por nuk janë të tillë. Është në pritje të diçka e të mirë në jetën e tij. Është i fokusuar tek pjesa e monedhave dhe kjo bën që shpeshherë të jetë xheloz për ju, sepse kohën më të madhe ja kushton pjesës së punës së biznesit. Është një person intelekt, i zgjuar, me intuit, dhe të shikon si kjo femër e fuqishme në infinit, që qëllimet e tua do t'i qosh deri në fund. Jeni larg në botë, jeni në largësi, ky do të mbyllë një cikël të jetës tia për të hapur diçka të re, suksesin e sigurt e ka në botë. Ushtari i monedës më tregon që ky person është xheloz për ty, sepse ka qëllime shumë të mira, serioze, për të ndërtuar një jetë me ty. Ushtari i monedës është një letër e sigurt, por do pak durim, do kohë që gjërat të bëhen ashtu si duhet. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërmë? Me gërmën G, me gërmën T, Zh, me gërmën A, me gërmën P, Z, D, M, I, N, O, Q. Me kë shëj të horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe besoj të rezonoj me gjithë. Me shigjetarin, me gaforen, me binjakët, me dashin, me peshoren, me ujorin, me akrepin dhe me luanin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, like dhe thank you një zemër poshtë videos për t'ju sjell video sa më të bukura dhe të mbushura plot me energji pozitive.